Pas largimit të Mitsotakis nga pushteti, do të ikë edhe Rama, me ndërhyrjen direkt të Departamentit të Shteteve të Bashkuara dhe agjencive amerikane të informacionit dhe inteligjencës. Vala e ndryshimeve në të gjitha vendet e Ballkanit do të jetë e madhe, pas largimit të këtyre dy kryeministrave. Nuk përjashtohet mundësia e një rihartëzimi të territoreve brenda Ballkanit. Por, sido që të jetë, ndryshimet politike dhe sistemike në Ballkan do të jenë të mëdha dhe të bujshme, si dhe do të fillojë distancimi gradual i Ballkanit perëndimor nga Bashkimi Evropian. Me hir apo me pa hir. Vasalët e Sorosit, Edi Rama dhe Kyriakos Mitsotakis do të ikin dhe ikja pritet të jetë përpara vitit të ri. Jo vetëm kaq, të dy pritet që të ndiqen dhe të dënohen penalisht. Sigurisht që rekordin e shtetit kartel dhe korrupsionit galopant e mban Edi Rama, qeverinë e të cilit administrata e presidentit Trump po e trajton si të jetë Kolumbi apo Ekuador si të jetë shtet kartel, siç dhe është. Duhet theksuar se shumë drejtues në administratën Trump, këta dy kryeministra i shikojnë si dy epruveta komunikuese, edhe pse përpiqen të mos shfaqen dhe të kamuflohen maksimalisht. Një gjë është e sigurt dhe e pakundërshtueshme, Rama është një kryeministër i korruptuar dhe do të largohet, jo vetëm me presionin që po ushtrojnë ekspertët amerikanë prezent në Shqipëri ndaj sistemit të drejtësisë, por edhe duke zbatuar formulën e zbulimit të korrupsionit Follow the Money. Gabimi fatal i Ramës ishte bërja e zgjedhjeve të 11 majit dhe mos tërheqja nga pushteti. Të njëjtin gabim fatal po bën Mitsotakis, që edhe pse me takt ju kërkua largimi, nuk e lëshoi karrigen. Ndoshta të dy kanë dashur të largohen pas ikjes së Biden dhe ardhjes së Trump, por nuk i lejon Sorosi. Të dy janë pengje të tij, teksa Rama veçanërisht e ka shndërruar në një autokrat të mirëfill. Nëse në Greqi ikja e Mitsotakis do të jetë një mbyllje kapitulli dhe vazhdimsi normale e qeverisjes, në Shqipëri nuk do të ndodhë kështu, gjërat janë më të komplikuara, sepse nuk ka opozit për të marrë pushtetin. Tronditje sismike politike të mëdha vijnë, sidomos në Shqipëri. Pushteti atje do të tronditet nga themelet. Urojmë që të mos e kalojnë vendin në kaos, sepse bisha në lëngat bëhet edhe më e egër. Gjithsesi, u erdhi fundi.